kur ka fillu ky gjykim, jem koni martum, po s'kam pas fëmijë heq, tash për herë tretë po pres më bab, ky gjykim akoma nuk ka përfunduar. Kështu u shpreh Bedri Krasniqi në seancën e së martës në gjykatën e apelit duke kërkuar që ky proces ku ai dhe Alban Dezdari po akuzohen për rastin e vrasjes së 2 policëve në mars të vitit 2004 të përfundojë sa më shpejt. Në apel u paraqitën ankesat e palëve ndaj vendimit të themelores, ku Krasniqi ishte liruar nga akuza e Dezdari ishte dënuar me 8 vjet burgim. Prokuroria speciale, për të cilët nuk u paraqit askush në seancë, ka ushtruar ankesë vetëm sa i përket pjesës liruese. Për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave procedurës penale, për tetimit gabuar dhe jo të plot gjendjes faktike dhe për shkak të shkeljes së ligjit penal. Prokuroria speciale i ka propozuar gjykatës së apelit që gjykimin e atakuar në pjesën liruese ta anulojë, ashtu që të akuzuar Bedri Krasniqi dhe Alban Dezdari për këtë pjesë kthejë do ta kthejë lëndën e rivendosje ose gjykimi në situatë tjetër ta ndryshojë dhe të njëjtit i shkallë fajtor për vepra penale për të cilat janë akuzuar. Avokati i Alban Dezdarit, Florent Latifaj, kërkoi që rasti të mos kthehet në rigjykim fare, por që klienti i tij të lirohet nga aktakuza. Gjykata në gjykimin e saj ka paraqitur gjendje faktike duke u thirrë në atë se Alban Dezdari me 17 mars që vjen tash 22 vite më herët ka ndihmu ndajën e vetë dhe disa persona tjerë për një ngjarje që ka ndodhur në Mitrovicë të Veriut, ku kanë shkuar në fund ngjarje që gjithë e dimë se çka ka ndodhur, dhe thotë se ka ndihmu transportimin e armëve, të cilat armë, shikoni është, të cilat armë, një armë më vonë kanë mundur me u përdorë nga disa persona në një rast tjetër me 23 mars, në një armë. Pra, nuk lëshohet në çështjen për cilën është akuzuar Albani, për vrasje, bashkëkryer me shkëmbimin Bedriun, kush kanë qenë aty? Ai tha se krejt kjo aktakuzë është ngritur nga deklarata e Shkumbin Mehmetit, i cili është dënuar 30 vjet për këtë vepër penale, e si i bashkëpandehur nuk mund të dëgjohet si dëshmitar, duke u bazuar në kodin e ri të procedurës penale. Edhe avokatja e Bedri Krasniqit, Drita Sopi, kundërshtoi ankesën e prokurorisë, tha se provat e administruara vërtetuan pafajësinë e tij. Është mjaft qartë të vërtetuar gjithë dëshmitë e të gjithë dëshmitarëve gjatë të gjitha seancave, asnjëri nuk e ka përmend emrin e Bedri Krasniqit dhe nuk ka argumentuar me një provë materiale apo me një dëshmi që i njëjti ka kryer veprën për të cilën është ngarkuar me aktakuzën nga ana e prokurorisë. Sopi thotë se kjo aktakuzë e ngritur nga vetëm një dëshmi e dëshmitarit Shkumbin Mehmeti është e pavlefshme, pasi që ai vetë është të tërhequr nga dëshmia. Me dëshmi të tillë të rreshme është ngritur aktakuza ndaj të mbrojturit tim dhe për këtë arsye i propozoj këtij trupi gjykues sa i përket të mbrojturit tim të mbetet në fuqi ky akt gjykim, sepse në mënyrë shumë të drejtë dhe të qartë është vërtetuar pafajësia të mbrojturit tim. Pas avokatëve, fjala ju dha të akuzuarve, të cilët kërkuan që rasti të përfundojë sa më shpejt. Shpresoj që të kryhet ky gjykim ose gati në dekatë po bëhet. Dëgjova avokatin tonë që ka foli, a e përkrah, a mbështet, a ki ti vetë diçka me deklaru. Prokuroria e Euleksit me 21 korrik të vitit 2017 kishte ngritur aktakuzë kundër të akuzuarve Bedri Krasniqi, Alban Dezdari, Bajram Kiçmari dhe Faik Shashiri për shkak të kryerjes së veprave penale, vrasje e rëndë dhe vrasje në tentativë. Sipas aktakuzës, 4 të akuzuarit më 23 mars të vitit 2004 në Podujev, në bashkëkryerje me Agron Sulejmanin, Florim Ejupin dhe Shkumbin Mehmetin, kishin sulmuar një patrull të Ulmikut, të cilët ishin duke patrulluar afër fshatit Shakovic, ku mbeti i vrarë një zyrtar policor i Ulmikut dhe një i policisë së Kosovës.